Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e muajit nëntor të 2025-s. Është një muaj me ndryshime dhe vendime që mund të merren në shumë drejtime. Muaji nëntor është muaj që jep mundësi në punë të rëndësishme të jetës. Për ata që lidhen shumë me mjekësinë, për ata që lidhen shumë me diturinë, ata që kanë të bëjnë me shkencën dhe doktoratura të ndryshme. Ky muaj do na sjell përpara, do na tregoj rrugët dhe shtihet nga ne do kalojmë. Është një muaj mjaft i rëndësishëm, shumë pozitiv në ndryshimet dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme që do të kemi. Por vëmendja dhe koha kur ndodhin fenomenet janë janë të rëndësishme, por kërkohet dhe vëmendje. Le të hedhim një sy këtij muaji në bazë të këndeve planetare, çfarë ndodh, ku duhet bëjmë kujdes dhe pse duhet të bëjmë kujdes. Kemi datën 2, ku afërdita në të kundërt me Mërkurin, ku diçka mund mos shkojë ashtu siç duhet, por kërkon vullnet dhe mundësi. Afërdita kërkon drejtësinë dhe Mërkuri kërkon komunikimin e drejtë për së drejti. Të dy në një drejtim janë, por në të kundërt në vendet që marrin. Këtu do të thosha që ka të bëjë shumë të shenjës së demit, të shenjës së binjakëve, shenjat e ajrit zakonisht e kanë një mundësi dhe një çështje të rëndësishme gjithashtu dhe gaforja në anën tjetër. Kemi datën 3, ku afërdita në katërkëndësh me Jupiterin, ku vërtet jep mundësi në një farë mënyre